Prandaj, nëse Allahu xhaleshanu të dha jetë në këtë botë, nuk do të thotë që ti ta gëzosh atë ti si don. Por gëzimi i jetës tënde është nëse ti e bën që Allahu diçka të urdhëron. Ashtu ja çon. Prandaj, do t'ju tërhiqet vërejtja këtyre në ditën e Kiametit. Përse nuk e vepruar? Përse nuk e agjëruar? Përse nuk e fal namaz? Përse nuk e ke kry obligimin tënd që Allahu ty të urdhëroi? Prandaj, ata të cilët e harxhuan jetën, shpejt do të vjen aty e fundi. Ashtu siç na vjen edhe shpejt fundi. A ka dikush që është lodh me agjerim? A ka dikush që nuk është i kënaqur me agjerim? Po vallahi ai i cili kishte imanin në vete, është kënaq. Dhe ndoshta pikëllohet dhe zemrohet. Dhe i shkon dhe i mbaron muajin. Kishte begatinë të. Kishte gëzime kënaqësime të. Ishte një misafir që nëse shkon, ti merr sevapet në veti, ti paraqet ditën e Kiametit. Sa mirë që muslimani e din këtë, po të mjerët ato, që në pikë ditës kanë grënë, e kanë pi, edhe nuk kishin arsye. Por një ditë do të dalin për Allahut, si do të arsyetojnë. Prandaj xhamat, kjo botë që ka ashtu. Dikush e shfrytëzon këtë dynja me kojtjen e vet. E i shef interesat e dynjas. Por dikush ja kushton urdhit të Allahut. E kupton se nuk bën në u mashtru me kënaqësitë dhe mashtrimet e kësaj bote. Dhe ja qëllon nëse ai i nështruhet Allahut ashtu siç Allahu i kërkoi atij. E kuptoi se dunjaja është vetëm një mashtrim. Nuk ka asgjë në të. Ashtu si tha Allahu xhaleshanu, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Jeta e kësaj bote nuk është diçka tjetër, pos një përjetim mashtrues. Muslimanët e agjerojnë, edhe nëse do të ishte vallë, nuk do të ankohen besimtarët, por në këtë ditë të mos agjeron, nuk ka arsye.